Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rreshtit e shiut shkaktuan vështrime edhe në të gjithë Kosovën, më të prekura janë komunat e Malishevës, Drenasit, Klinës, Raovecit, Gjakovës, Junikut dhe Fushë Kosova. Si pasojë e situatës, në Malishevë dhe Junik është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Në Prishtinë, kryetari i komunës Përparim Rama njoftoi ndërhyrje së paku në 40 raste si pasojë e vështrimeve. Gjendje e rënduar është paraqitur edhe në disa fshatra të komunës së Fushë Kosovës. Në Gjakovë u evakuan disa familje të prekura. Familjeve që kanë mbetur në nevojë për strehim, komuna ka njoftuar se të sigurojë banesa sociale. Kryetari i komunës së Drenasit në Kosovë, Ramiz Ladrov, si ftoi qytetarët për kujdes pasi niveli i ujit është i lartë. Njësitë e zjarrfikësve i kanë larguar mbi 20 familje të cilat janë rrezikuar nga uji. Rrezikun më të madh kemi në këtë pikë ku po e shihni ku është edhe trafostacioni i komunës tonë që ne kemi ndalë energjinë elektrike në gjithë territorin e komunës Drenasit. Sa po të largohet ujit, njësitë e Kecit janë të gatshme me elshu energjinë elektrike. Ministria e Arsimit në Kosovë vendosi shtyrjen e fillimit të mësimit deri në datën 12 janar. Si pasojë e vështrimeve dhe situatës së rënduar në shumicën e komunave, si dhe i qarkullimit të vështirësuar për shkak të rreshjeve të vazhdueshme, Ministria e Arsimit ka marrë vendim që pushimi dimëror të vazhdojë dhe me 2 ditë në nivel vendi përkatësisht më 8 dhe 9 janar, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Arsimit. Procesi mësimor do të fillojë gjatë javës së ardhshme, ndërkohë që orët e humbura mësimore gjatë këtyre 2 ditëve do të zëvendësohen gjatë pjesës së dytë të vitit shkollor 2025-2026 për të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Në Maqedoninë e Veriut edhe sot mbizotron mot me vrasëra të ndryshueshme me rreshtë shiu, të cilat lokalisht do të jenë më të rrëmbyeshme veçanërisht gjatë pasdites dhe gjatë natës. Në zonat malore rreshtë do të jenë në formë bore, do të fryjë e përforcuar nga drejtimi jugor mbi 60 km/h. Temperaturat minimale do të jenë nga 7 në 12 gradë Celsius, ndërsa maksimalet nga 10 në 17 gradë Celsius. Në Shkup, moti do të jetë me vrasëra të ndryshueshme me rreshtë të erpashershme shiu, sidomos në fund të ditës dhe gjatë natës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Rreshtit e shiut nxjerrin nga shtrati disa nga lumenjtë në Shqipëri. Lumi Vjosa përmbyti zonën e pazarit pranë urës së Mifolit, prurit vjojnë gjithashtu dhe në zonat e Gjirokastrës dhe Përmetit. Rruga Kote Sevastar në fshatin Vajz pësoi shkarje dhe aktualisht është e bllokuar, shemben e 2 banesa. Aksi kombëtar Gjirokastër Kakavisht i bllokuar në zonën e Kordhocës përballë fshatit Lazarat. Grupet e punës ndodhen në teren dhe po punojnë për largimin e inerteve nga segmenti rrugor. Në Kurbin u evakuon 8 familje, ndërsa sipërfaqet e përmbytura në të gjithë qarkun e Lezhës arrin në rreth 2600 hektar dhe 150 banesa të rrethuara nga uji. Në Durrës situata problematike mbetet zona i Shkënetës, 100 banesa kanë ujë në obore dhe në brendësi të tyre, evakuohen 18 familje. Ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Piro Vengu mbledh Komitetin Ndërministror të Emergjencave Civile, kërkon gatishmëri të plotë të gjitha institucioneve, koordinim të vazhdueshëm mes strukturave qendrore dhe vendore, si dhe monitorim të pandërprerë të situatës për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe minimizimin e dëmeve. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, rreshtet intensive pritet të vijojnë deri në 8 janar. Qytetarëve rekomandohet të shmangin zonat me rrezik dhe të kërkojnë ndihmën e autoriteteve në rast nevoje. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.